Kjo që po shihni mas shpinës time ka qenë një prej rrugëve normale, madje kryesore të Nikosias, kryeqytetit të Kipros deri në vitin 1974, kur ishulli u nda më dysh midis rezidentëve grek dhe atyre turq, që për vitin 1974, kjo rrugë këtu hyn në atë që quhet buffer zone. Është një rrugë e cila dikur ishte mbushur me dyqane, ndërsa rreth e rrotull saj janë disa nga kishat kryesore, duke nisur me kishën katolike, kishën ortodokse, kishën armene dhe njëkohësisht një prej xhamive më të vjetra të Kipros. E gjithë zona është mbuluar. Përtej këtyre telave me gjëmba është zona e sigurisë, e cila patrullohet nga trupat paqëruesse që vinë nga të gjithë vendet e botës. Ende mas 50 vjetësh, Kipro 51 vjetësh nuk po gjen dot mënyrën e saj për tu ribashkuar. Muri i cili gjarpron përmes Nikosias dhe ndan qytetin, i cili është kryeqytet dhe i Kipros normale dhe i Kipros turke, njëra e njeh Nikosia, tjetra Lefkosia, është 6 kilometra i gjatë. Është i gjithë i kështu, i mbushur me fuqia me rër, me tela me gjëmba, me kamera nga të gjitha anët dhe me patrullime të forcave të OKB-s, të cilat janë vendosura përballë tek ajo antenë ku duken edhe fuqitë e tyre të kaltra. Rikthimi në normalitetit të Nikosia duket i vështirë dhe sot ky është vendi, qyteti i vetëm në botë i ndarë më dysh që të kujton dikur Berlinin.